Arafati, kulmi i haxhit dhe zemra e Islamit, dita kur Allahu mburret me robrit e tij. Ka një ditë në vit, kur miliona njerëz lënë gjithçka, punën, shtëpinë, familjen, rehatin, mbathin 2 copa të bardha stofi dhe ngjiten në një fushë e thjeshtë, pa ndërtesa të mëdha, pa stolisje, vetëm tokë, vetëm qiell, vetëm njerëz. Dhe Allahu, kjo fushë quhet Arafat. Dhe ajo ditë është dita më e madhe e vitit. Allahu i Madhërisëm, ai që nuk ka nevojë të betohet me asgjë, u betua me ditën e Arafatit. Thotë në Kur'an: betohej me qiellin dhe me dëshmitarin dhe me të dëshmuarin. Surja Buruj 1:3. Profeti alayhis salam shpjegoi: e dëshmuara është dita e Arafatit, dëshmitari është dita e Xuma dhe e dëshmuara është dita e Bajramit. Dhe në ajetin tjetër, betohem me agimin, betohem me 10 netët. Surja Fejr 1:2. Dita e Arafatit, dita e 9 Dhulhixhes, është kulmi i atyre 10 netëve të bekuara. Allahu betua me të. Ky betim është certifikata hyjnore e madhështisë së kësaj dite. Profeti Muhammed alayhis salam e përshkroi ditën e Arafatit me fjalë që nuk harrohen. Hadithi i parë: haxhi është Arafati. 3 fjalë. Por në ato 3 fjalë, gjithë thelbi. Nëse haxhiu e humb ditën e Arafatit, nuk ka haxh. Nëse e kap, haxhi është i kryer. Hadithi i dytë: nuk ka ditë kur Allahu liron nga zjarri më shumë robër se sa ditën e Arafatit. Dhe ai afrohet, pastaj mburret me ta para melekëve dhe thot: çfarë duan këta? Ndalo këtu për një moment. Allahu mburret. Allahu i Madhërisëm, i plot fuqishëm, Zoti i gjithësisë, mburret me robrit e tij para melekëve. Sikur ai u thot melekëve: shikoni, thirrja ime u dëgjua, erdhën me këmbë të lodhura, me zemra të hapura, me lot që nuk ndalen, erdhën. Hadithi i tretë: agjërimi i ditës së Arafatit, i fal gjunahet e vitit kaluar dhe vitit të ardhshëm, 2 vjet gjunahe me 1 ditë agjërim. Për ata që nuk janë në haxh, kjo është dhurata e Allahut. Qëndro në shtëpinë tënde, agjëro dhe merr faljen e 2 viteve. Allahu i zbriti profetit alayhis salam pikërisht në ditën e Arafatit ajetin më të madh të fesë. Sot ju e plotësova fen tuaj dhe e plotësova mirësinë time mbi ju dhe zgjodha për ju Islamin si fe. Surja Maide 3. Ishte dita e 9 Dhulhixhes. Profeti alayhis salam qëndronte në Arafat, mbi deven e tij, mes 122.000 sahabëve. Dhe zbriti ky ajet: sot e plotësova fen tuaj. Islami u plotësua, shpallja mbaroi, dhe vendi ku ndodhi kjo ishte Arafati. Omer ibn Hatabi, kur dëgjon këtë ajet, qan. Profeti alayhis salam e pyeti: pse qan o Omer? Tha: o i dërguari i Allahut, çdo gjë kur plotësohet, fillon të zvogëlohet. Kjo fe u plotësua dhe kjo do të thotë se shpallja po mbaron. Profeti alayhis salam buzëqeshi dhe nuk e mohoi. Shtylla kryesore e haxhit, qëndrimi në Arafat, u kuvi nga dreka deri pas perëndimit të diellit. Haxhiu qëndron dhe lutet, qëndron dhe qan, qëndron dhe kujton, qëndron dhe shpreson. Ibn Qayyim el-Jauzi e shkruan: qëndrimi në Arafat është simboli i qëndrimit të ditës së gjykimit. Njeriu qëndron para Allahut, i zhveshur nga çdo titull, nga çdo pasuri, nga çdo pushtet, vetëm me veprat e tij. Haxhiu që e kupton këtë, e kalon ditën e Arafatit me frikë dhe shpresë njëkohësisht. Dhe profeti alayhis salam tha: lutja më e mirë është lutja e ditës së Arafatit. Dhe fjala më e mirë që unë dhe profetët para meje kemi thënë është: nuk ka zot tjetër veç Allahut, i vetëm, pa shok. I tij është mbretëria dhe i tij është lavdia dhe ai është i plot fuqishëm mbi çdo gjë. Dhe tani, imagjino Arafatin, miliona njerëz, të gjithë me rroba të bardha, të gjithë duke ngritur duart lart, të gjithë në të njëjtën gjuhë ose në gjuhë të ndryshme, por me të njëjtin drejtim, drejt Allahut, dhe lotët bien. Nuk ka njeri që qëndron në Arafat pa lotuar, jo lot trishtimi,
lot lirimi, lot të njeriut që ka mbajtur shumë dhe tani lë të gjitha, lot të njeriut që ka gabuar shumë dhe tani kërkon falje, lot të njeriut që ka pritur shumë dhe tani është këtu. Dhe fillon të zbres, ngjyra e qiellit të ndryshon dhe haxhint me lot ende në faqe nisin lëvizjen drejt Muzdelifes. Profeti a.s. tha: kur Allahu i shikon haxhint e Arafatit, u thot me melekëve: dëshmoni se i kam falur të gjithë. I kam falur të gjithë, jo ata me mëkatet vogla, jo ata me histori të pastër, të gjithë. Por Allahu e kufizoi bekimin e kësaj dite vetëm për haxhint. Çdo musliman, kudo që është, mund ta ndjejë bekimin e Arafatit me agjerim. Profeti a.s. tha: agjerimi ditës së Arafatit i fal gjunahet e vitit kaluar dhe vitit të ardhshëm. Dhe me dhikër dhe lutje, ka njerëz që kanë shkuar në Arafat dhe kanë thënë: nuk di të shpjegoj çfarë ndjeva. Nuk kisha falur kurrë me atë devotshmëri. Ndjeja se Allahu ishte shumë pranë. Sepse Arafati nuk është fushë e thjeshtë, është vendi ku feja u plotësua, është vendi ku Allahu mburret me robërit e tij, është vendi ku miliona zemra ngrihen njëkohësisht, është vendi ku mëkatet bien si gjethet e vjeshtës. Dhe nëse nuk e shkuar ende, dije se Allahu të fton. Çdo vit ai fton, dhe çdo vit thirrja e Ibrahim i jehon: o njerëz, ejani. Je duke agjeruar ditën e Arafatit, duke qenë larg Mekës, dije se Allahu të sheh. Dije se ata 2 vite gjunahe po fshihen tani. Nuk ka ditë kur Allahu liron nga zjarri më shumë robër se sa ditën e Arafatit.